Bismillahirrahmanirrahim. Selam aleikum të nderuar shikues dhe mirë se vini prapë në një tjetër epizod të Fanarit. Sot do të flasim për një nga shtyllat më të rëndësishme të shoqërisë dhe jetës sonë, e cila është arsimimi dhe edukimi. Dija është dritë dhe Islami gjithmonë ka vlerësuar dhe inkurajuar kërkimin e dijes si një detyrë për çdo besimtar. Po se çfarë mund të thotë të jesh i arsimuar dhe si ndikon edukimi jo vetëm në zhvillimin personal, por edhe në ndërtimin e një shoqërie të shëndosh, ne do të trajtojmë këtë temë më vonë, e cili është dallimi prapë mes arsimimit dhe edukimit dhe si mund të sigurohemi që të dyja të ecin paralelisht në një formim të individit. Për këto edhe shumë të tjera do diskutojmë sot duke sjellur reflektime, këshilla dhe perspektiva mbi rolin e dijes në jetën tonë. Në emisionin Fanar kemi kënaqësinë të mirëpresin Hoxhën Fidaim Fazliun, një figurë e njohur për përkushtimin e tij ndaj mësimeve islame dhe rolin e tij në promovimin e dijes dhe edukimit në shoqëri. Me përvojën dhe urtësinë e tij, ai ka ndihmuar shumë besimtarë të kuptojnë më mirë rëndësinë e arsimit dhe edukimit dhe jo vetëm si mjete për zhvillim personal, por edhe si faktor kyç për ndërtimin e një shoqërie të drejtë dhe të ndriçuar. Sot do diskutojmë me të për rolin e arsimimit dhe edukimit në formimin e individit dhe shoqërisë, si dhe për mënyra se si mund të bashkojmë dijen fetare dhe artshkencore për një jetë më të plotë dhe me vlera. Selam aleikum, Hoxh, dhe mirë se jeni në Fanar. Aleikum selam, faleminderit shumë për ftesën. Ju uroj juve, shikuesve të televizionit juaj, këtë muaj të begat, muaj të Ramazanit. Është nder dhe privilegj që të jem këtu së bashku me ju dhe të trajtojmë një temë shumë e rëndësishme. Dhe zatën për këtë arsye, ndoshta që lapsi të më shoqëroj tër kohën e emisionit, sepse është vlerë dhe mbi këtë laps duhet të rritemi dhe të edukohemi. Hoxh, para se fillojmë ta trajtojmë këtë temë, edhe mu më lejot të uroj muajin e shenjtë të Ramazanit, agjerim të lehtë, vepra edhe dua të pranuara, inshallah. Amen, faleminderit për të gjithë neve dhe zatën ky është mesazhi i Ramazanit. Hoxh, po ndalemi pak te dallimi mes arsimimit dhe edukimit. Si e dallon Islami këto dy koncepte dhe çush mund me ecë paralelisht për shembull në zhvillimin e individit? Nderuar, ne jemi të privilegjuar që i takojmë këtij komuniteti, këtij besimi. Jemi të privilegjuar për një arsye, sepse Islami fillim e mbarim është dije, mësim, studim, arsimim. Është fillimi i tij që pikërisht në Ramazan, fjalën e parë nuk e zbret besa, mirë po e zbret lexo, mëso, studio. Sepse besimi vjen si rezultat i leximit, mësimit, studimit. Pa mësim, pa lexim, pa studim, nuk ka përparim. Në moment kur neve të jemi të arsimuar dhe të kemi një bagazh intelektual, që jemi të lexuar dhe ju kemi ullë mësuesit përpara, padyshim se duhet vjen edhe edukimi. Për këtë arsye dhe në vendin tonë edhe çdo kohë kemi mësimi edukativo arsimor. Nuk ishte me pas rëndësi absolutisht dija, nëse nuk kishme me jam vesh dijes edukatën. Ne kemi shumë njerëz të mençur, shumë intelektual, mirë po nuk japin mesazh edukativ. Islami krahas vlerës që ja jep për dijen, për konsumimin e saj, në të njëjtën kohë paralelisht i flet edhe për edukim. Sepse vetëm në atë formë neve mund ta japmi mesazhin më të mirë. Nuk ka nevojë vetëm të jemi të ditur, mirë po të përmbushur jemi atëherë kur kemi edhe edukat. Për këtë arsye, edhe njëra nga sanksionet që i ka nxjerrë Zoti për botën tjetër është ai cili e posedon një njohuri, mirë po nuk reflekton pozitivitet me të, nuk e përhap atë dhe e keq përdor atë. E ka një dënim, do thotë te Zoti. Për këtë edhe në këtë muaj të bekum të Ramazanit, neve duhet ta dim që Zoti pist të shpalljes
hynore. Nuk e ka bërë zemrën e profetit, mirë po e ka bërë mendjen. Zoti ju flet mendjes së njerëzve, arsyes, racios, i flet Zoti Xhaleshanu e Xhelalu. Në moment të këtill, Zoti dëshiron me pa një besimtar për plot të përgatitur, të përmbushur me një huri dhe të njëjtën kohë me një edukat të mirëfillt. Kur flet Zoti fjalën e parë, lexo, mëso, studio, ka ardhur në kohën më kritike, kur masa nuk e kishte as aspektin intelektual, mirë po as aspektin edukativ. E erdhë mesazhi pikërisht. Ishte mesazh i çuditshëm. Njerëzit kanë nevoja nga më të ndryshmet. Pse po flet për dije? Pse po flet për edukat? Mirë po realiteti qëndron se përmes dijes, arsimimit dhe edukimit i rregullon tër procesin jetësor. Dhe kështu veproi profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të. Pastaj ka lavdru shumë njerëzit e dijes. Jo vetëm që i ka lavdruan për së gjalli, mirë po i ka lavdru edhe për botën tjetër i ka lavdru. Për këtë nderuar sot në këtë jetën tonë që po e bëjmë, mudhimsen shumë mudhimsen, fort mudhimsen njerëzit që kanë dhënë kontribut të madh në arsime, në edukimin e gjeneratave. Mirë po ata po ikin qetë, pa i njoft masa, pa u a thoni faleminderit, pa ju ngritën këmbë atyre dhe po marrëmi edhe po e lexojmë jetën e tyre vetëm në ditën e varrimit, kur po flasin, do thot për veprat edhe për kontributin e tina. Për këtë, Islami e nderon dhe respekton të diturin, dijen dhe kërkon që neve të pajisemi me të në shumicën absolute të verseteve kuranore përfundojnë me shprehjen ja ulil albab, o ju të zotët e mendjes. Dhe neve, ndoshta edhe si popull, edhe si ummet, kemi shfrytzuar gjitha, vetëm aspektin intelektual, aspektin arsimor, ende do thot nuk e kemi shfrytzuar aq do thot sa dohet. Ne do të jemi gomë shpëtuese për vete, për popullin dhe për ummetin, përmes dijes, përmes mësimit, përmes leximit. Hoxh, prej kësaj që e the, le pak me kuptu edhe për du me pyet, a është kjo ndoshta pse preferohet edhe është obligative që një musliman të ketë dije për shkak se ndoshta në mungesë të dijes mandej edhe pason ndoshta jo informimi i drejtë i fesë edhe jo kuptimi i drejtë i asaj që neve na u ka servu qoftë në Kur'an, qoftë në hadithet e pejgamberit alayhis salam, ndoshta komplet ky keq informimi edhe keq kuptimi i fesë vjen si shkak i mosdijes. Të gjitha telashët që ju shkaktojnë njeriut, familjes dhe shoqërisë është mungesa e diturisë. Ne sot nuk vujmë për besimtarë të cilët kanë besim bukur të mirë. Mirë po vujmë për besimtarë të cilët besimin nuk e kanalizojnë do thot drejt, nuk ja japin orientimin e drejt. Kjo është mungesë do thot e njohurive. Shpesh herë njeriu kur është ignorant, i paditur, manipulohet ai, manipulohet besimi i tij dhe manipulohet identiteti i tij. Shpesh të paditurit krijojnë zhurmë, probleme. Është një fjalë e mendimtarit që thot fara rritet pa zhurmë. Trungu po rrëzua krijon zhurmim, që do të thot zhvillimi është i qetë. Zhvillimi është i qetë. Rëmuja krijon zhurmë. Kush bën rëmuj? Njerëzit ignorant. Për këtë Zoti shpesh e përdor. Zoti vet nuk i don ignorantët, ai i don të diturit. Ai është betu Zoti atij kush më fal në lapsin, po jo vetëm në lapsin, edhe në vijat që i shkruan lapsi, është betu. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam kur ka dash me liru dikën nga robëria, ka thonë
merr edhe mësoj 10 persona, shkrim leximin, ti je i lirë, që do thot dituria të liron. Mirë po edhe të njëjtën kohë, nëse dëshiron dikush të gjunjëzohet para teje, vetëm përmes diturisë. Vetëm përmes diturisë. Ta sjellë një shembull kuranor, praktik. Profeti tregon, kur Zoti ka krijuar me lajkët, krijesat e tjera, po edhe njeriu, kur e krijoi Hazreti Ademin, i urdhëroi gjitha me lajkët me i ra në sejdë. E me lajkët i thanë, o Zot, ti je i gjithdijshëm, i plot fuqishëm. Pse po e krijon këtë njeri? Ky ka me bën rrëmuj në tokë, ky ka me derdh gjak, ky ka me bën probleme nga më të ndryshmet. Pse po e krijon? Na jemi të mjaftueshme për besim dhe për adhurim ndaj teje. Zoti tha, unë e di atë që ju nuk e dini. E pastaj tha, wa allama Adama al-asma'a kullu. Ja ka mësua Ademit, ja ka dhonë gjitha njohurit, gjitha emërtimet. Dhe kur e kanë pa me lajkët, aspektin intelektual të njeriut, që kanë ba? I kanë ra në sejdë. Të tjerët dorëzohen vetëm para njeriut të menqër, të edukum, të emancipum, të kulturum, të qytetrum, të dashur, human, që reflekton pozitivitet, dashuri, unitet, vetëm para këtij njeriut do thot gjunjëzohen të tjerët. Për këtë arsye, të huajt, nuk ju frigohen Islamit ritual, as Islamit ceremonial, po i frigohen Islamit i cili e promovon dijen, punën dhe kulturën. E këto që të trijat, Islami ynë i ka për merak, për qefi. Zoti e don të diturin. Zoti e don të diturin. Dhe ka thonë Kur'an, Allahu ngrit popoj, mirë po mas shumë ti ngrit të diturit. Të diturit i ngrit. Dhe e don punën. Ai cili ushqehet me dorën e vet, ai mendon me kokën e vet. E don kulturën, qytetërimin, emancipimin. Një besimtar të këtill, që është një libër që lexohet nga të tjerët. E nderuar, ndoshta në këtë kohën sot që po jetojmë, jo gjithë njerëzit kanë mundësi mas studimeve për lexim, për mësim, për studim, për shkak të jetës dinamike që po zhvillohet edhe në vendin tonë. Për ta, jam unë, je ti, një libër që lexohemi 24 orë. Që lexohemi 24 orë. Për këtë arsye, ne gjithmonë duhet ta promovojmë aspektin intelektual dhe edukativ. Dhe zatën, njerëzit sot nuk kanë nevojë shumë për njohuri. Njerëzit më shumë kanë nevojë për sjellje, për qasje të bukur, për respekt. Edhe Zoti ati kofsh mi fal. Neve për pyetjet, për disa që i shtrojmë në këtë botë. Zoti ka më na i bën botën tjetër. Pse do thotë? Pyetjet e tona për njëri tjetrin janë, cilat janë hallet e tua? Cila është mundësia ime që unë të ndihmoj ty? Çka mund unë të bëj? Dhe për këtë arsye, ne duhemi me kriju kushte. Besoni, është gjuna që në këtë Ramazan, që është muaj i Kuranit, muaj i dijes, i shkencës, i diturisë, ne mos me reflektu pozitivisht. Mu dhimbësën shumë ato shtëpia që nuk kanë kënd apo dhomë të veçantë të librit, të mësimit, të studimit. Mu dhimbësën që shtëpiave tona u kemi shkru dhoma e fjetjes, saloni i mysafirve, kuzhina. Mirë, po nuk e kemi shkruan dhoma e mësimit, e leximit. Mu dhimbësën shumë ata cilët nuk po krijojnë kushte që në qytetet tona, ndoshta mjaftueshëm nuk bëhet kurrë, mirë po elhamdulillah beton mjaftueshëm kemi në vendin tonë. Mirë po një qytet që është me infrastrukturë të shkëlqyer, nuk e kemi një dhomë, një klasë të leximit,
patjetër do thotë duhet krijojmë. E vjen Ramazani, neve nga hoxha, se dhe ky shall tregon paqë, tregon dashuri, tregon kulturë, tregon dituri. Edhe nga ky shall duhet të promovohen këto vlera, që po mundohemi mishe me shpirt, nga i këndi im, nga xhamia dhe nga ato aktivitetet e tona, të sjellim, të formojmë një besimtar të drejtë, të lapsit, të mësimit, të studimit. Për këtë arsye, shumicën e fjalimeve, organizimeve, mundohemi të japmi kaje, ka mësimi, ka leximi, ka studimi. Se vetëm atëherë edhe Islami shijohet. Keni vrejt jeta nga i cili është i formum, i edukum, e ka një rrugë mesatare relativisht mirë, po mesatare. Mirë po e bani jetë shkëlqyer, shumë të mirë, shumë të mirë. Pse? Sa i din ta menaxhoj çdo situatë. Tjetës e ti personale, familjare, mirë po dhe kudo që gjendet ai. Hoxha na ka ra shpesh me dëgju prej popullit, kur i thonë qoftë një motrës që është me mbulesë dhe që ka përfundu studimet akademike, qoftë masterin, qoftë doktoraturën, por është me mbulesë. E thonë, po qyshbe, po ti ke kry fakultet, je pak e mençme, pse je mbulu? Ose prapë në të njëjtën anë edhe gjinisë mashkullore, të cilët kanë përfundu studimet, e thonë, s'po të kuptojnë që është, e marrin që persona që janë ndoshta ma pak të ditun, ata i nënshtrohen kësaj, i nënshtrohen fes, i nënshtrohen mbulesës, qoftë edhe praktikimit të namazit. Si pasojë, çka fit vjen kjo? Kjo ndodh. Edhe unë në fillet e para, ndoshta me gëzimin më të madh, kur më ka pyet dikush, me ju përgjigj që unë jam duke studiu për Islamin, kanë shiqu gjithmonë me një sy gjëna, bre, djali mirë, gjëna. Arsyeja se nuk e shijon jetën. E kundërta është plotësisht. Besimtari mirë, besimtarja e mirë, praktikante, e shijojnë jetën. Neve nuk kemi nevojë për amvisjet kuzhinës, që nuk e përjashtojmë edhe atë. Neve kemi nevojë për nana, për bashkëshorte, për vajza të lapsit, akademike, cilat po japin më të mirën shoqërisë, sepse vetëm kur të lidhet shpirtërorja dhe intelektualja e jep më të mirën. Këtë ndërlidhje brillante e kanë vetëm besimtarë dhe besimtarët. Kështu që sot fatkeqësisht ndoshta edhe privohen nga paraqitjet publike, vetëm se e mban një shami, apo e ka një petk fetar. Mirë po ata janë të ditura, të shkolluara, përplot kemi me titoj akademik, profesor, profesoresha, kemi në IT, kemi në çdo profil të jetës tonë, njerëz do thotë që mund ta japin do thotë më të mirën. Edhe për Zotin e lom marrim shërbime nga më të ndryshmet, edhe në mjeksi, edhe në administrata të ndryshme, është një paraqitje brillante, buzëqeshje, dashuri, siguri, dhëmshuri, ofron do thot një shërbim më të mirë, mban një përgjegjësi se më shiqon syri i Zotit, jo i shefit apo i këtij punëdhënësit. Mirë, po unë du ta kryej formën më të mirë të mundshme, do thot punën apo profesionin tim. Nga udhëtimet e ndryshme që i bëjmë edhe jashtë vendit, po takojmë deputete, po takojmë profesoresha, po takojmë biznismene, shumë të suksesshme në Evropë, po takojmë do thot në për banka nga më të ndryshme, që unë javën e kaluar takova një vajzë që banka ja kishte besu deri 1,5 milion me lëshu kredije ndryshme vetëm për shkak se është besimtare, nuk ka kur farë dyshimi do thot në të. Sinqerisht, edhe shoqërisë tonë,
edhe shkollave tona, universiteteve tona, ju nevojitën djemë dhe vajza, do thot besimtare dhe të ditura. Hoxh, me qenë se kemi përgjegjësi të mëdha edhe ndaj fëmijëve, cilët na shohin pak si model dhe kanë qef me ndjek edhe rrugën tonë, qysh mundemi ne me u siguru që ata edukimin që po e marrin nuk është vetëm akademik, por me marrë edukim edhe moral, edukim shpirtëror? Gjëja më bazike që ju duhet një shoqëries është edukimi familjar. Dhe për këtë arsye, edhe qarqe nga më të ndryshme dëshirojnë 3 gjëra me ja eliminuan një popullit. E para, titullin mësus, me largu. Zatën edhe po thojnë, i shkreti nuk ka pas çka mu bo mësus. Jo. Mësusi ta mban historikun e 100 vjeçarit kalum dhe ta rregullon një 100 vjeçar të ardhshëm. Profeti Muhammed, kur ka shku për ta uru një prind të ri, që Zoti ja ka dhuru një evlad, ja ka mësu një dua. Lute Zotin që ky fëmijë të bëhet mësues. I ditur. Nga dhuratat më të mëdhaja që ja ka dërgu ato pendat që kanë shkruar në atë kohë, atëherë. Po dëshirojnë me eliminuan. E dyta, rolin e nanës. Ndoshta nga njerë po i thonë, nana është e panevojshme. Më mirë na edukon dikun jashtë shtëpijës. Shiqoni, po flasë për këta nanat e tona. Nanave tona ndoshta ju kanë mungu diplomat universitare, që mund t'i kem ne. Mirë po diplomën e kërkesës tjetës, nana tona e kanë pas. Dhe e kanë dhonë më të mirën. Dhe për këtë arsye, çdo djalë, çdo vajzë, që dënë ta merë dikënd për model, për jetën e tij për sukses, mos të kërkon në Google. Mirë po le të ketë nanën me mafes të bardhë, edhe babën me ples të bardhë. Ata janë modeli briljant, më i shkëlqyer për jetën tonë. Na kanë lind, na kanë rrit në kohrat më të vështira. Mirë po kanë mbjellë në zemrat tonë dashuri për familje, kanë mbjellë dashuri për dije, për identitet, për besim, për çdo gjë janë këto nanat e tona. E roli nanës sot duhet të jetë i pashmangshëm në shtëpitë tona, sepse fëmijët e tonë nuk kanë nevojë vetëm për njohuri, ka nevojë si me i zbrit në jetën praktike ato njohuri. Dhe zate nuk kemi nevojë vetëm për njohuri që na tregojnë për besim, po kemi nevojë për njohuri që na i aktivizojnë besimin. Kjo është më e rëndësishme. Nana tona, bashortët tona, motrat tona në familje do të punojnë me fëmijë që krahas diturisë të kenë sjellje të mira, moral të mirë. Edhe beso mirë me shkollë, sepse i besojmë një rregullit. Nëse shkollën e kemi të fortë, edhe xhamien e kemi të fortë. Nëse shkollën e kemi të dobët, edhe xhamien e kemi të dobët, se këta janë do thot këto. Dhe mund t'i veçoj ata prind që kanë besim, lidhje me Zotin. Siç ka thonë Ali Izetbegović, Allahu e mëshiroft, thot, ai i cili është nxënës i qiellit, me automatizëm, ka me perfekcionu të qenurit mësues i tokës. Ata prind që punojnë, edhe janë besimtar, që punojnë me fëmijë, për Zotin e lom në shkollë, kanë sjellje krejt ndryshe. Kanë turp, kanë sjellje, kanë edukat, ngritën në këmbë, të përshëndesin mirë dita, mirë mbrama, kanë dhëmshuri, kanë atë dozën e socializimit me tjertë, nuk janë vetjak, flasin, bashkëpunojnë edhe me mësuesen, mirë po edhe me kolegët. Kjo është frymë që e kanë mbjellë prindërit për këtë çka pyete. Do thotë prindërit duhet punojnë dhe t'u mësojnë këto. Dhe është sot që po dojnë këto dyja, mësuesit, nanës, m'ia largu rolin, mirë po edhe njerëzve me kontribut.
A e bën ndoshta edhe kjo diferencën mes gjeneratave, kur ta shohim një gjenerat komplet ndryshe prej asaj që ka qenë më herët, ndoshta edhe kjo diploma që nanat më herët ju kanë përkushtuar më shumë fëmijëve edhe ndoshta në edukimin moral, se qysh me qenë të edukum që dhe me u ngrit në kam kur vjen dikush më i vjetër edhe hyn brenda në shtëpi, prej asajna që sot ndoshta disa nana janë fokusuar me i dërgu në për kurse, në për shkolla, me i bo më të aftë fëmijët e tyre në aspektin edukativ, por ka kjo moralja ndoshta kur vinë në shtëpi thonë jën lodh sot të ditën në shkollë, edhe nuk është që ndoshta ju mungon edhe kjo pjesa e moralit që mundet një nanë me mësu fëmijën e vet. Sa bukur e ke parashtru këtë, që jemi duke jetu këtë ditë. Jemi duke jetu këtë ditë, na ndoshta gjeneratat e tona i kemi arrit edhe edukimin e nanave tona, mirë po tash po e shohmi edhe nanave të reja, do thotë është një diferencë bukur e madhe. Diferenca është që ne po dëshirojmë vetëm aspektin intelektual me ja dhuru, do thotë, fëmijët. Edhe po prodhojmë njerëz që kanë dioni shumë, mirë po sjellje edukat, moral, ndoshta shumë pak, për mos të thonë, do thotë, zero. Angazhimi i nanave sot me punë, që pa tjetër do thotë duhet të angazhohen në punë, edhe në mirë, po puna kryesore duhet jetë në familje me fëmijët tanë. Krahas kurtheve, gjuhëve nga më të ndryshme që ua mësojmë neve fëmijëve tanë, kompjuterin, telefonat e çdo gjë, na duhet ja mësojmë se në çfarë forme me i përdor ato. Ka me ua dhon orientimin atyve njohurive. Për këtë thuhet një fjalë, njerëzit ndëgjojnë me sytë e tyve. Si është e mundur, hoxh? Po, nuk ka nevojën më të ndëgju çka po thu. Unë jam të pa çka je tu vepru. Edhe na shohmi sot fëmijë që aspekti intelektual nuk ju mungon, absolutisht. Mirë po i sjelljes, i respektit të ndërsjellt, është do thotë shumë i pakt. Ka qenë edukat, edhe këtë edukat është e mirë, ne duhet ta nxjerrmi në pa. Nuk ka ndodhur me hy baba dhe nana në shtëpi tona e ne mos më ngritën në kamp. Si është e mundur sot hyn më i vjetër edhe mos më ngrit në kamp. Si është e mundur me taku mësimdhanë njerin e ditur, më të vjetër, e ne mos më ngrit në kamp, mos me e përshëndet. Si është e mundur? Si është e mundur që ne me u bllokuar në telefonat e tonë, edhe me qëndru me orë të tëra, e asnjëherë do thotë mos me pas atë dhëmshurien ndaj prindit, ndaj më të vjetrit, për ata që kanë sakrifikuar shumë çka, do të thotë edhe gjithçka për neve. Ne me automatizëm duhet që karshi vlerave intelektuale që dojmë e instalu fëmijëve tanë, të rive tanë, me automatizëm edhe vlerat morale edhe të mirësjelljes, se vetëm në këtë formë ne japmi më të mirën, do thot për familjet e tona, dhe Zotën më lejon të them në ato familje ku ka edukim të mirëfillt. Çfarë qetësia është në shtëpitë e tyre? Aty ku prindi punon edhe flet, bashkëbisedon me vajzën apo me djalin, është qërshim bitort, aja vajza apo ai djal në shkollat tona, në institucionet tona, në rrugët e tona, edukimi familjar reflekton në çdo institucion tjetër. Mungesa e edukimit familjar po reflekton negativisht në çdo institucion tjetër. Neve shohemi edhe para ekraneve, edhe në rrjetet sociale, që është dhënë mundësia, do thotë, mund të shohemi gjithkënd. Mirë, po vetëm njerëz të edukum, jemi tu pa më pak. Jemi duke pa më pak. E përmendë telefonin edhe teknologjinë. Me qenë se jemi duke jetuar në një kohë të tranzicionit, edhe ku teknologjia është bo kështu fjalë kyçe në çdo bisedë, në çdo veprim të një individi. Apo e dëmton, apo është duke ndihmu zhvillimin e inteligjencës edukativ, apo në çfarëdo lloj forme kjo të rinë tonë, hoxh. Nuk du që dikush të më ka për fjallë dhe të më merë, do thotë mbrapsht të më merë.
Mirë po, inteligjenca artificiale është duke dëmtuar thellësisht, skajmërisht, është duke dëmtuar faktorin njeri. Sot, përderisa kemi pas djemë dhe vajza që shkruajnë esej, libra, postime nga më të ndryshmet, sot nuk e lodh trunin, e shkruan edhe me njëherë copy-paste edhe e bën, do thot aty. Përderisa kemi pasën djemë dhe vajza që kanë lexu, janë përgadit për ta marrë një njohuri për historikun, kanë hulumtuar në për biblioteka të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare për ta bërë një punim shkencor apo për një paraqitje, sot hyn aty 2 minuta, i merr do thot ato dhanat edhe kaq do thot mjaftueshëm. Po vjen do thot ajo koha që dikush thot, s'kam bë nevojë me shku në xhami me ngu hoxhën, që këtu do thot të shkruaj. Po sikur të ishte ashtu, fëmijët nuk po i dërgojnë brenda në shkollë, po ja marr me librat edhe po e mësojmë do thot në shtëpi. Po jo, ky Islami yni na ka mësu. Patjetër dijes duhet t'i shkojmë, duhet t'i ulemi. Për këtë ambasadorja e shpalljes, Meleku Gjebrail Emen, kur ja ka zbritën fjalë për 23 vite Kur'anin që ja ka zbrit profetit Muhammed, gjithmonë i ka ardhur, edhe në fund ju ka ullë në gjonjë, e ka dhonë një mesazh që dijes duhet t'i shkojmë dhe mësuesit duhet t'i shkojmë, shkollës do thot duhet t'i shkojmë. Inteligjenca artificiale është duke e dëmtu, për këtë i bëj thirrje të gjithë prindërve që në shtëpitë tona të blejmë bre libra, ndoshta po ja plotësojmë dëshirat fëmijëve tonë nga dëshira ndryshme, ndoshta nga njerë edhe të panevojshme. Mirë, po na kërkoj fëmiu për një libër, për një temë shkencore, për diç do thot me bërë, ne sikur që po e injorojmë do thot nga pak. Ne luksin e kemi shtu në për shtëpitë tona, po të blejmë bre një libër, ta urdhnojmë fëmijën edhe t'i themi këtë 2025-ën, e ki për obligim, s'paku bre 12 libra me i lexuan. Një libra, kërkoj falje, se janë shumë pak, 12 libra me i lexuan. 12 libra, janë shumë pak, minimalisht janë, do thot këto. Mirë po me i lexu. Mirë po ndonë, do shta, po kalojnë 12 muj, as 12 fleta nuk po shfletohen. Dhe aty po shumë i sot, po prodhohet arroganca, ignoranca, probleme nga më të ndryshme në familje, se nga mungesa intelektuale, çdo e ligë do thot prodhohet. Hoxh, e thashë edhe më herët që na jemi model për fëmijët, këtë kërkesë që e bane për prindërit, ndoshta kishte qenë e mirë që edhe ata me lexu për veten e tyre. Edhe momentin që një fëmijë ka me pa prindin e vet me libër në dorë, automatikisht po besoj që ai ka me shku dhe me lyp vet edhe një libër për veten e tij, dhe jo e kundërta me pa prindin në telefon edhe me lyp edhe ai me pas një telefon edhe me ndajt. Ashtu qysh është edhe prindin. Ndoshta kështu bashkë mundemi me eduku veten, edhe pastaj si pasqyrë po i edukojmë edhe fëmijët tonë. Edukimi nuk bëhet vetëm në aspektin mekanik. Mirë, po edukimi bëhet në aspektin praktik. Sidomos të fëmijët. Fëmijët na imitojnë. Për fëmijët, modeli më i madhi është baba, nana, edhe është mësusja po mësusja. Në moment që baba dhe nana praktikisht paja imponu, ata vete praktikojnë, me automatizëm edhe fëmiu do thot lexon. Prindi thot, kam problem me djalin. Ndërgjë isha një debat një psikologës. Kam debat me djalin, kam problem me djalin. Cili është problemi? Nuk po e largon telefonin për dorës. Tha, po ti sa e mban telefonin? Jo, tha, unë e maj telefonin, rregullisht. Filla, ti me largu telefonin, mos i thuj heqe telefonin. Ti largu telefonin, merre një libër, edhe lexo. Me automatizëm edhe djali apo vajza
kanë më të imitu ty, edhe ata kanë me marrën do thot një libër për me lexu dhe për me studiu. Për këtë në shtëpitë tona, krahas këtij komoditetit që e krijojmë, edhe e kemi kriju, edhe falenderojmë e brez Zotin për këto të mira që na i ka dhuru. O Zot, na ka begatu më Zoti. Me gjitha të mirat na i ka dhoni madhi Allah. Merrni libra edhe leni në dhomën e ndejes, në kuzhinën tonë, në dhomën e gjumit, merrni edhe leni do thot libra aty. Nga njëherë ka qenë i perceptim, po vinë mysafirët, po vinë edhe ta pastrojmë shtëpinë, po lej librat. Lej librat. Librat janë model, është shembull. Isha para do ditëve në një shkollë për një vizitë, e një mësues shumë lani përshtypje të madhe. Ai mësues 6 vite i ka majtë në burg, vetëm që nuk ka leju me dorëzu ditarin. S'ka leju. 6 vite në burg. Ka qenë pastaj edhe i burgosur politikë dhe kështu. Mirë, po kur erë koha për me marrë fotografi, tha jo. Mas pari, tha du me vendos lapsin, kimikin, këto, që unë të identifikohem që jam njeri i lapsit, i dijes. Kur do dhe ku do që të përdoret kjo foto, le dijet që ky ka qenë njeri i ditur. Ne nga njëherë, intelektualet nuk janë duke lexu, sepse është një fjalë, thot, bota nuk vun nga njerëzit e këqe, nga njerëzit ignorant, mirë po vun nga njerëzit e mirë, intelektual, të cilët nuk reflektojnë. I miri, i dituri, sot po thot, nuk është koha jonë. Koha e të diturit është gjithherë. Nuk guxon i dituri me ilshuar ren ignorantit. Nuk guxon. Gjithmonë do thot duhet të reflektoj ai. Gjithmonë duhet të reflektoj. E për këtë arsye, edhe populli jonë, sidomos në këtë Ramazan, kemi nevojë për mesazhe të dijes, mesazhe të unitetit, mesazhe të dashurisë, mesazhe të respektit, mesazhe që këtij ummeti dhe këtij populli ja kthejnë perspektivën, ja kthejnë autoritetin, sepse sidomos në aspektin fetar islam, botës islame, shqiptarët i kanë dhonë leksion. Profesorat e tonë atje ku kam studione, më thëshin, fidaim, juve jemi t'ju a kthy borxhin, se ju shqiptarët na keni mësu neve. Shqiptarët janë më të diturit në botën islame, kanë qenë, dhe kudo në çdo universitet islamik, kur të kthehesh, ka thonë profeti kështu, në fund, këtë e vërtetoj Albani, nuk e diskuton askush që është e pavërtet. Jo vetëm në sektorin e thënieve profetike, mirë po edhe të jurisprudencës, edhe të legjislative, çdo kon e gjejmë do thotë shqiptarin. Andaj lutëm që ne shqiptarët ta kthejmë atë prestigj që e kemi pas dikur, sepse kemi elan, kemi energji dhe kemi mundësi do thotë për këtë. Hoq, fatkeqësisht na kemi mbri në minutat e fundit të emisionit. Ishte një bisedë, po besoj, mjaft frydhënëse për krejt ata që na kanë pa, edhe kemi me mujtë me avdhon, ndoshta pak një kohë për me reflektua dhe me pa se ku jemi. Të falenderoj edhe një herë për prezencën, faleminderit për të fjallë, kaq të vyra, edhe ju uroj me pas shëndet edhe punë të palashme në punën që po e bani. Faleminderit shumë e nderuame, është e vërtet që gjithmonë minutat, kur flitet për dije, gjithmonë janë të pakta. Këto është një oqean që gjërësit, thellësit, kilogramt, nuk ja din askush, post lumit Allah. Ne u mundum disa shkëndi për t'i dhanë, dhash Zoti që të mbesi njohuri për t'u praktiku, jo vetëm njohuri sa për t'u bagazhu në koka tona. Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit për kohën, për mundësien, lutëm që të keni një agjerim të lehtë dhe të pranuar, e u takofshmi gjithmonë për gëzime dhe për të mira. Amin. Të nderuar shikues, tani më është momenti për rubrikën tonë të veçantë dhe frymëzuese të përgatitur me përkushtim nga Hoxha Samir Ahmeti, i cili na sjell tregime domethënëse dhe mësime të vlefshme për reflektim dhe udhëzim në jetën e përditshme. Rini me ne për të parë se çfarë ka përgatitur për sot.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum të nderuar teleshikues, mirë se po takohemi në episodin e radhës të programit tonë. Sonte për ju kemi zgjedhur temen me titull Reflektime nga tregimi I Ishakut alayhis salam. Ky pejgamber I Zotit është I përmendur në Kur'an 17 herë në 12 kapitujt të Kur'anit. Ky tregim kuranor është I shoqëruar me tregimin e babait të tij Ibrahimit alayhis salam, prandaj edhe Zoti I Madhruar kur na e përshkruan këtë ngjarje të Ishakut alayhis salam kemi të shoqëruar këtë ngjarje bashkë me Ibrahimin dhe Sarën, dy prindrit e këtij pejgamberit të Zotit. Kjo ngjarje ndërlidhet edhe me një vizitë të cilën kishin bërë me lajket të dërguar nga ana e Zotit tek Ibrahimi alayhis salam, të cilat me lajke ishin paraqitur tek ai apo tek vendbanimi I Ibrahimit alayhis salam të personifikuar në fizionominë e njerëzve. Ibrahimi alayhis salam si një shpirt I mëshirshëm, një njeri modest, I cili I donte dhe respektonte jashtëzakonisht musafirët, I kishte ftuar ata në shtëpinë e tij për t'i gostitur, edhe pse ai nuk I njehte se kush janë. Ibrahimi alayhis salam me synim që musafirët e tij të mbeten të kënaqur me mikpritjen që ua kishte bërë ose planifikonte të ua bënte, kishte përgatitur ushqime prej më të ndryshmeve e mbi të gjitha edhe një veç të majëm të fërguar në gur, pikrisht ashtu siç përshkruhet në Kur'an. Ibrahimi alayhis salam u afron këtyre me lajkeve ushqimin, mirë po vren një diçka të papritur, se si me lajket nuk po zgjasin dorën në drejtim të ushqimit. Prandaj dhe Ibrahimi alayhis salam në veten e tij fillon që të bezdiset, të preokupohet, të mërzitet se mos këta musafir që nuk po e hajnë ushqimin kanë ndonjë qëllim të keq. Kur këtë shqetësim të Ibrahimit alayhis salam kanë vrejt me lajket, me njëherë reagojnë dhe informojnë Ibrahimin alayhis salam se janë me lajket të dërguara nga ana e Zotit të Madhruar. Prandaj edhe Ibrahimi alayhis salam qetësohet për faktin se e din që me lajket nuk ushqehen me ushqimin e njerëzve, sepse ushqimi me lajkeve quhet tasbih, madhërimi dhe adhurimi I Allahut të Madhruar. Megjithatë, Ibrahimi alayhis salam informohet dhe lajmërohet nga me lajket për dy lajme. Lajmi I parë se atij dhe Sarës do t'ju lind një djalë, edhe ata do të përgëzohen me lindjen e një djali në një kohë të moshës së tyre të shtyr. Kurse lajmi I dytë është se është informuar që Zoti I Madhruar do të dënën popullin e Sedumit dhe të Amoras, tek të cilët fise kishte qenë I dërguar si pejgamber I Zotit Luti alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam reagon ndaj lajmit të dytë, bën me dije me lajkeve se atje është Luti alayhis salam, në mënyrë që të shpreh dhimbshmëri ndaj asaj popullatëje, ndoshta Zoti do t'i fal ata. Mirë po me lajket I përgjigjen Ibrahimit alayhis salam se ne e dim se atje është Luti alayhis salam. Megjithatë, kur Ibrahimi alayhis salam njoftohet për lajmin se do të kenë fëmijë, ai shpreh çudi se si është e mundur që unë në këtë moshë të shtyr, ashtu siç është edhe bashkëshortja ime në moshë të shtyr, e cila asnjëherë nuk ka lindur më parë, të lind tani në këtë moshë. Me lajket e njoftojnë Ibrahimin alayhis salam se Zoti I Madhruar dëshiron që t'i përgëzon ata dhe t'i nderon edhe t'i respekton, për shkak se ishin meritor, të cilët e dëshmuan veten e tyre gjatë tërë jetës të tyre që e shijuan deri në ato momente. Kuptohet që sipas rregullave të ligjeve të faktorit njeri, është e pamundur që të lind një grua e shtyr në moshë, mirë po për vendimet dhe urdhrat e Zotit të Madhruar asnjëherë nuk ka pengesa. Megjithatë, Sara është befasuar dhe mahnitur nga ky lajm që po e dëgjon, e cila nuk ka qenë shumë larg atij vendi ku ka biseduar Ibrahimi alayhis salam me lajket, pozicion të cilën Zoti I Madhruar na e përshkruan në Kur'an kur thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat. Dhe bashkëshortja e tij e Ibrahimit alayhis salam, përkatësisht Sara, ishte aty pranë, e cila buzëqeshi në shenjë çudie,
për lajmin të cilën po e merr. Fabashsharnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. E kemi përgëzuar atë, familjen e Ibrahimit a.s. me lindjen e Ishakut edhe pas lindjes së Ishakut me lindjen edhe të Jakubit. Ky ajet kuranor spari na bën me dije se Zoti i Madhruar i ka përgëzuar. Vetë ky përgëzim i Allahut të Madhruar ndaj Ibrahimit a.s. dhe Sarës dëshmon për respektin e madh që Zoti i Madhruar ka pasur ndaj atyre dyve. Nën dy, përgëzimi është edhe për lindjen edhe të nipit të tyre. Prandaj ky përgëzim mund të llogaritet edhe i dyfishuar për shkak se Zoti i Madhruar i ka përgëzuar ata për lindjen e djalit të tyre Ishakut, mirë po ata do të jetojnë jetë të gjatë saqë do ta shijojnë edhe një përgëzim tjetër të lindjes së nipit të tyre Jakubit a.s. Në fund të këtij tregimi kuranor veçojmë si në vijim dashuria e madhe e Ibrahimit a.s. ndaj musafirëve, i cili bënte çmas vetëm që të ofronte komoditet musafirëve në mënyrë që ata krejt në fund të ndahen të kënaqur me mikpritjen të cilën u kishte ofruar Ibrahimi a.s. Vlera e Ibrahimit a.s. dhe Sarës nga ana e Allahut të Madhruar, përderisa ata u përgëzuan në një moshë të shtyr për lindjen e fëmijëve të tyre. Edhe në tredhemshmëria e Ibrahimit a.s., të cilën e kishte shfaqur ndaj popullit të Sedumit dhe të Amoras, tek të cilët ishte i dërguar Luti a.s., sepse shpresonte që Zoti i Madhruar ata do t'i falte. Mirë po, Zoti i Madhruar e njoftoi Ibrahimin a.s. nëpërmjet me lajkeve se vërtet një popullat e tillë nuk meriton që të falet për faktin se ishin të ngufatur dhe të zhytur në mëkate të mëdha, prandaj edhe ata nuk do të jenë të falur, siç do të sqarojmë edhe në episodet e radhës. Të nderuar teleshikues, kaq kishim për sonte, deri në takimin e radhës, mirëmbëjtje. Të nderuar shikues, rikthehemi pas këtyre momenteve të mbushura me urtësi dhe reflektim nga kjo rubrik. E ju tashmë e dini që jemi në minutat e fundit të emisionit, por para se të ju them miru takofshi në emisionin e radhës, unë ju lë me historinë në terren të përgatitur nga kolegët tonë. Miru pafshim, selam aleikum, deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje. Hoxha Sadat Rustemi nga Prishtina shpjegon kuptimin e fjalës Ramazan, duke theksuar se agjerimi është një rezultat i këtij muaji, i cili përcaktohet sipas lëvizjes së hënës. Ai thotë se Zoti ka dashur të mbajë sekret natën e Kadrit, e cila besohet të jetë në 10 netët e fundit të Ramazanit, ndërsa nata e 27 përmendet më së shumti si nata e Kadrit. Fjala Ramazan pra është fjale gjuhës arabe, që ka të bëjë me mujin. Muja Ramadan është prej emrave, për ndryshe do thotë agjerimi vije si rezultat i këtij muaji. Ditët përcaktohen me lëvizjen e hanës. Dhe hana, sikurse edhe te dielli, do thotë ditët edhe diellor gregorian, që nuk janë të gjithë të njëjtë. Kemi 28, kemi 29, kemi 30 dhe 31. Prandaj edhe ditët hanor bëhen me lëvizjen e hanës. Pra Zoti ka dashur që ne të hulumtojmë, të angazhohemi, të kërkojmë dhe për këtë ne shpërblehemi për të Zotit Madhërisht. Kur ne pra kërkojmë natën e Kadrit përmes adhurimeve tona, namazit, lutjeve, atëherë do të thotë i bie që ne kërkojmë brenda 10-shit të fundit të Ramazanit. Ani pse nata 27 është nata që më shumë të flitet për të që është nata e Kadrit. Natën e Kadrit i njofton Zoti çka ka më ndodhur brenda vitit. Sa njerëz kanë me lind, sa kanë me vdek, sa kanë me ushëru, sa kanë musmu, sa do të pasurohen, sa do të varfërohen. Pra kanë bënë me fatin e njerëzve, me lindjen e tyre, vdekjen e tyre.
Hoxha Sadat bën lutje të veçantë për natën e Kadrit, duke kërkuar falje, mëshirë dhe udhëzim nga Zoti. Parimisht agjerimi është më i vështirë se sa namazi, për faktin se do thot një përkushtim më të gjatë. Pra, fillimisht është ditor, 12 orë, 15 orë, 17 orë, varësisht edhe për vendit, pastaj është një muaj i plot. Mirë po, njerëzit joshën edhe për shkak të shpërblimeve të mëdhaja. Kjo është, do thotë që i josh njerëzit që të agjerojnë, pastaj në agjerim sjellin edhe mirësi tjera që kanë bërë me shëndetin, kanë bërë me familjen e gjërat të tjera. Përfundon një muaj dhe pastaj konsiderojnë vetin të lirë 11 muaj të tjerë. Namazi është ditor dhe është i vazhdueshëm. Mirë po, ka nevojë që njeriu të bindet ta kupton se siç është obligu agjerimi për të njëjtit Zot është edhe namazi. Prandaj këto shkojnë paralel, mirë po ky është botë kuptimi njerëzve sipas mendimeve të tyre. Ne fokusohemi në ato lutjet që kanë ardhur që janë profetike, sikur që Aisha, Allah qoftë e kënaqur me të njëra prej bashortëve të pejgamberit alayhisalam, kështu i ka drejtuar Muhamedit alayhisalam, i ka thënë dërguani i Zotit, sikur ta dija kur është nata e Kadrit, çka të them te, i ka thënë thoj o Zot, ti je falës, e dën faljen, me fal mua. Pra ne vazhdimisht lutemi për falje, mirë po lutemi edhe për gjëra të tjera të jetës së kësaj bote. Për shembull, dikush ka nevojë për shëndet, lut Zotin për shëndet, dikush ka nevojë për pasuri, lut Zotin për pasuri, dikush ka nevojë për martesë, dikush ka nevojë për gjëra të tjera, por secili lutet për gjërat që ka nevojë. Hoxha thekson se lutjet e prindërve kanë një vlerë të veçantë dhe pranohen më shumë nga Zoti, për shkak të vështirësive, sakrificave dhe përkushtimit të tyre ndaj fëmijëve. Ata luten me zemër të pastër dhe me sinqeritet të madh. Prandaj lutjet e tyre kanë një ndikim të madh në jetën e fëmijëve të tyre. Lutjet e nënave të prindërve pranohen më shumë e me theks veçantë edhe të nënës, për shkak të vështirësive të saja, krizave të saja, mundit të saja kështu me radhë. Kemi argumente të drejtë për drejta që lutjet e prindit për fëmijën pranohen. Prandaj dhe duhet pra prindi vazhdimisht, nëna me theks të veçantë, të lutet për mbarësi të fëmijëve. Në asnjë formë nuk do duhej, edhe nëse fëmiu ka çrregullime, është i pandëgjueshëm, i rebelueshëm, që të bën ndonjë lutje kundër tij ose kundër saj. Në asnjë formë, sidomos tani në Ramazan, por edhe jashtë Ramazanit, nëna edhe babai duhet të luten për mbarësi të fëmijëve.